I ftuar në Ora News, Ministri i Mërqenies Sociale Blendi Klosi ju referua disa çështjeve sensitive të ngritura si shqetësim nga opozita për përfshirjen në sistemin arsimor të njerëzve me precedent. Partia Demokratike denoncoi drejtorin e një shkolle profesionale në Berat. Ishte një fakt që mund të thuash që është për të gëzuar opozita që evidentoi atë. Ne kishim bërë një konkurs për emërimin e drejtorit, një konkurs publik dhe drejtori i paraqitur ishte përfaqësonte në bazë të kritereve, plotësonte çdo kriter të emërimit, por nga evidentimi i dosës tim më përpashme u vërtetua që ka pasur një problem me drejtësinë. Zyrtari i lartë i Ministrisë së Mërqenies Sociale i kushtoi rëndësi arsimit profesional, i cili këtë vit ka shënuar një fluks të lartë të regjistrimesh. Është një arsim i kushtueshëm, është një arsim për një grup caktuar shoqëror, por është një arsim shumë i nevojshëm, sidomos në kushtet e Shqipërisë. Nëse flasim për arsim të mesëm profesional, është një nga ato, mendoj unë, shtyllat e zhvillimit të një vendi. E them këtë me bindje, sepse arsimi mesëm profesional përgatit kuadrë, të cilat shërbejnë në kuadrë të kualifikuar, mendje të zhvilluar, të cilat shërbejnë për zhvillimin e ekonomisë në mbar vendi. Ndryshe nga 2 vitet e shkuara, Ministri Klosi tha se kërkesat për arsimin profesional janë rritur për kualifikim në sektorin bujqësor dhe teknologjisë.